Të dashur shqiptar, historia e Shqipërisë është lufta e yjeve. Është historia më e bukur e botës. Ne i themi vetes Pellazg, antik, por po të shikosh, toponimet e Shqipërisë nuk janë kaq të lashta sa që mendojmë ne. Toponimi më i freskët është emri i fshatit Kukar, Kukur, Kukara. Ka 3 emra të ndryshëm ky fshat në Gramsh. Çdo thot Kukur në gjuhën shqipe. Nuk është në gjuhën shqipe. Kjo është fjalë e gjetur tek evgjitët. Kukur, evgjitët i thon qenit. Kukara në gjuhën e jevgjve është buçja, nusja e qenit. Evgjitët kanë lënë toponime në Shqipëri. Kjo është gjë më e tmerrshme që ka ndodhur ndonjëherë. Evgjitët nuk kanë lënë asnjë toponim në asnjë vend të Europës, sepse nuk i ka lejuar kush. Në Gramsh, evgjitët kanë lënë toponimin e fshatit Kukur, kodra e qenit. E tmerrshme. Pra në kodrën e qenit është ngritur një fshat i bukur Pellazg, Kukur. Këta Pellazgë kanë ardhur nga Pradeshi. Dhe në gjuhën e Pradeshit ekziston fjala Kukur nga gjuha sanskrite, që është gjuhë ariane ose indo-europiane. Dhe i thon qenit. Po ç'ka kuptim ka Kukur? Ka kuptimin qen i mbledhur kutullaç, qen i ulur në gjunjë. Kjo fjalë ekziston në gjuhët slave. Kukur është në gjuhën e Latvias, ka kuptimin e një topi të rrumbullakët. Ka kuptimin gjithashtu kukas, i thon xhuxhit, të mbledhur. Kaukas i thon pikërisht kur të del diçka në lëkurë, diçka e fryrë, në gjuhën e Lituanisë. Në gjuhën pruse të vjetër, Kauks i thon djallit. Po ashtu, Kaukas në gjuhën lituaneze, ndoshta origjina e fjalës Kaukaz, ka kuptimin e fantazmës, e shpirtit të keq. Pra, në gjuhët evgjite është kuptimi i qenit. Në përgjithësi ka kuptimin e njeriu të vjetër, afër vdekjes. Në gjuhën ruse, kukunos do të thot hund e përkulur si grep, rrumbullakosur. Kuka i thon në serbisht grepit. Kukara në gjuhën serbe gjithashtu i thon harkut të plugut. Në gjuhën ruse, kuça i thon pirgut. Në gjuhën çeke, kuçe i thon mullarit ose një pirgu të madh me bar. Në gjuhën ruse, kuka i thon grushtit, të mbledhur, të rrumbullakët. Në gjuhën polake, kuceq do të thot të ecësh i përkulur. Dhe unë e njoh mirë gjuhën polake, pra ti jesh i përkulur, ti jesh i vjetër. Pra, edhe origjina e fjalës kukës do thot kodër e rrumbullakët, edhe kukara do thot kodër e rrumbullakët, kodra e qenit të mbledhur kutullaç në gjuhën sanskrite. Dhe kjo nuk është në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Këtë zbulim e kanë bërë tani gjatë xhirimit të filmit. Do habiten gjuhëtarët e gjithë botës. Po si arriti bëjën këto zbulime madhështore? I bëj për të ardhur në Shqipëri. Nga dëshpërimi. Po të mos i kisha bërë këto filma, nuk do ishin zbuluar kur origjina e toponimeve të Shqipërisë. Tani kjo është shumë e rëndësishme, dhe në them të mos i heqim as emrat evgjit, as emrat serb, as emrat bulgar. Ne na rrezikon vetëm
pushtimi nga Greqia. Unë dua që të ndaloj iliadizimin e shqiptarëve. Çfarë do thot iliadizimi i shqiptarëve? Ky proces ka lindur në vitin 1990 me demonstratat e dhjetorit. Parlamenti i parë demokratik në Shqipëri është formuar me Partinë Socialiste dhe me Partinë e Re Demokratike, e cila krijon një parti tjetër, të tretë, Partinë e të Drejtave të Njerëzit, Partinë e Grekërve, dhe e fut në parlament Sali Serbi. Kjo lëvizje greke rritet dhe zhvillohet. Greqia fton në Greqi 1 milion refugjat nga Shqipëria dhe i helenizon ato të gjithë. Po ashtu janë helenizuar arvanitat që kanë mbetur në Greqi. E quajnë veten grek, jo shqiptar. Kjo është një lemeri kjo që ka ndodhur. Pra Greqia është një shtet racist. Në qoftë se ne kemi armiq, për shembull, si të gjithë komshinët që kanë konflikte me njëri tjetrin, Greqia është armik strategjik. Do të kemi parasysh që grekët na kanë bindur ne që ilirët ishin shqiptar. Dhe rezulton që të gjitha qytetet ilire janë qytete greke. Domethënë, i gjithë gadishulli illyrik ka qenë i pushtuar nga kolonist grek. Grekët na kanë sunduar ne për 28 shekuj. Na kanë bërë drilon. Dhe këtë unë nuk ja fal kur grekërve, sidomos faktin që fisi më i madh i lirë, me krenari e thotë që jemi penestai, vjen nga fjala penes e greqishtes, do të thotë i varfër, penestai ishin sklevrit. Po ashtu pelazgët në Thesali e quanin veten penestai. Edhe ata ishin drilon. Pra ishin me siguri shqiptar, se vetëm një drilon i thot vetes sklav. Konkretisht në këtë moment, drejtori i arkeologjisë në Shqipëri është nga Dibra. Ka mbaruar shkollën Luigi Gurakuqi në Shkodër dhe deklaron në televizion me krenari që fisi më i madh Dibran është penestai. Do thot sklevrit. Drejtori i arkeologjisë nuk di greqisht. E kuptoni se çfarë drilonash jemi ne? Prandaj unë them që t'i mbajmë edhe emrin e qenit, emrin e jevgjve, mos ta heqim. Jo. Ne do heqim vetëm emrat grek. Emrat e të gjitha qyteteve shqiptare janë greke. Jo vetëm në Shqipëri, në Kroaci, emrat e lashtë ilir janë grek, që të gjithë. Në Kosovë, kryeqyteti i Kosovës ka qenë Damastioni, do thot zbutës në greqisht. Në Hungari, Pajonët, vjen nga emri i Apollos, Pajon, godas në greqisht, shëroj me goditje. Makedon, Maqedonis, do thot shtatlart në greqisht, Makedonos. Apeiros do thot pa kufi në greqisht. Pra nuk ka emra shqiptar, të gjitha emrat e gadishullit illyrik kanë kuptime të ndryshme në dialekte greke. Fiset ilire janë fise greke që kanë sunduar indigjenët. Pra, unë jam gati të pranoj emrat më të shëmtuar të evgjitëve. Për shembull, fjala e organit mashkullor në shqip vjen nga gjuha jevge. Që ta dini. Jam gati të pranoj çdo fjalë jevge, vetëm greke jo, sepse grekët janë kërcënimi më i madh për shqiptarët. Grekët na kanë bërë neve të çmendur. Na kanë marrosur fare. E kanë bërë këtë me rrjetet sociale, me Facebookun, YouTubein, TikTokun, na kanë bindur ne që ne jemi pellazg. Ky është turpi më i madh i njerëzimit. Pra, mund t'i heqim të gjithë toponimet e tjera, s'ka rëndësi. Por
toponimet e para që duhen hequr janë emrat e të gjitha qyteteve shqiptare. Shqipëria nuk ka histori. Ne jemi popull pa histori sepse sklevrit penestët nuk kanë histori. Në vitin 2004 unë nxora fjalorin e gjuhëve indo-europiane falas në internet. Viti 2004 është viti 0 për shqiptarët. Pra ne do fillojmë historinë nga e para, si roboti që ka një buton që shtyp atë butonin dhe rindes kompjuterin, ne duhet ta rindezim nga e para historinë tonë. Se në fakt nuk kemi histori. Drerët kanë histori sepse kanë lënë brirët e tyre kudo në për Shqipëri drerët. Shqiptarët nuk kanë lënë toponime, për fat keq. Drerët kanë më shumë të drejta në tokën shqiptare se sa shqiptarët. Këtë do ne do ndryshojmë sa më shpejt. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.